Atëherë, përshëndetje, mirëdita miq, me rastin e festës Sultan Novruzit, një nga traditat më të bukura në Shqipëri, është përgatitet byreku me 12 jeshilliqe, 12 asortimente. Pse përdorin 12? 12 asortimentet përdoren sepse janë 12 muajt e vitit, janë 12 imamët e fesë Bektashiane. Është një shenjë e harmonisë, begatisë edhe e rilindjes, pranverës, natyrës, pranverës. Ky, në fakt, byreku ka dhe një zakon shumë të veçantë. Brenda byrekut gjithmonë vendoset edhe një monedhë, edhe ajo sjell fat. Ai që e gjen konsiderohet si njeriu më me fat i vitit. Këtu jemi bashkë me Sofiken, me vjerrën time më të mirë që kam, edhe do të bëjmë një byrek. I kemi bler 12 asortimentet, me fjalë unë gjysmës tyre nuk ja di emrat me fjalë, por shkum te dyqani atje, te dyqani Petros by the way, dhe i kemi bler gjitha. Do fillojmë byrekun. Do t'ju bëj një video shumë të gjatë, gëzuar Sultan Novruzin. Në videon e gjatë do ta gjeni, pastaj do e vendosim më vonë në YouTube. Thuaj një fjalë, Sofi. Gëzuar. Gëzuar Sultan Novruzin. Okej, faleminderit. Do thoshe emrat e këtyre se vetëm këtë se din. Nuk do i bosh ato që Do t'i bëj unë, po do heq këtë. Do heq këtë kërcellin, se këtë janë si nuk si nuk Këto janë të duke i shplar dhe Sofika e ka parasysh se kemi ujnë palek. Se herë si bet byreku në 10 asortimenta. Tani më i fjet paktën. Sofika e ka ujnë pa leksit. Këtë do t'a tregojmë të mbaruar. Përgatitjen e brumit, mund të thuash. Do
Ma pse pastaj do thonë se ke punu vetëm ti pres edhe unë dy gjana. Ha? Jam ti prej mirë? Shumë mirë për. Se ke tjetër me prej? Këto po të ishë këta se këto nuk të vetë që zjeljën pak. A, do mi majtë vesh ato? Po, jajes. Se i ka jo e ratë të zjeljë. Disa do zjen, disa nuk do zjen, ha? Erëzat nuk zjeljën. Erëzat nuk zjen, nërsa këtë tje do i hedhim edhe djathi, që ka po? Do t'jetim djath, pak rikota, pak djath që t'ja pa të shimë. Qa është rikota? Rikota është e gjisa, e dim këtu që është rikota. Ure, dini kena videon për shqiptarët. Yes. Qa është rikota? Rikota është gjithë pa kryp. Gjithë pa kryp. Dhe shumë e mirë. Po qizë pra gjizë, mos i nga tra. Shive edhe këtu i ka vu këta për në u. Për të zbukur pak. Po këtu qa janë? Veturinat. Pse s'do i bëjnë këto? Pa, nuk bëjnë këto? Një byrek do bëjnë. Byrek. Po shtë dojt, vita provoj, bëjmë edhe dy. A solle lugën e drurit? Ha? A solle lugën e drurit? Pa qepën të dhe nuk dhe i grish? Ja, qepë në parë. Vjedhin gjyrat. Tomate nuk ka kjo? Nuk shuhet jeshillik. Vetëm jeshile. E ka përgju, e bëjnë atë edhe tjetër në se bëjnë me kraina. Po në gjithë Shqipërinë, ma? Bëhet. Bëjnë nga me. Kjo është fest për gjithë Shqipërinë. Si ndonë qepën, si mjeshtra, lëgë tjera. Ju se përna pret në i gisht. Nuk e pres gishtin. Edhe gishtat i pas ke ba me manikyrë. Si kam bërë për këtë, A si ke ba për këtë? kam bërë që për Po pse e bën ashtu, hatë një. pëjtë e vogëlluar, që sa e vogëlluar. Sheta mi lëvdojnë e shë. Po pret gishin. Ke dhe udhrat? Edhe hudra, edhe me qenë se nuk gjetëm ashtu produkt tjetër, me i fjalë, po me plotsu numrin 12 kena marrë edhe i spec. A i hedh një spec zakonisht byrekut? Jedëm kur e bëj me qepe me tomate. Ah, Vetë okay. Po shumë mirë, i qik spec i hedh sot. Po jetë. Shpenç. Vidja dhe speci me jeli në pak të i të zbukën gjitha. Sa të rosh do mësosh? Ti sot e ke sa për televizor, se zakonisht i bën vetëm Sofika këto. Jo mërë se edhe unë bëj, po këtë me 12 të sortimentet se kam bërë në njërë, po ja, sa të rosh do mësosh. Ju i boni, mësuam edhe një tjetër. pra ne në fen bekashie bëhet edhe byreku, bëhet edhe hashuria, sepse hashuria ka shumë asortimente, edhe tregon begati, edhe bollak. Një pako me kru. Do e bëjmë edhe atë mas dite. Ajo thonë zakonisht bëhet muaj nëntor, ndërsa tashi që është pranvera, pranvera bëhet ky është më tradicionali. Simbolizon.
Gëzuar. Gëzuar. Si po të jetë puna? Shumë Prit sa mirë. që kena hap, kujt le hap son. Hapën dhe këtë. Hapën të më da herë në gojë. Ha? Gëzuar, shëndet, një vitin mbarë për të gjithë. Gëzuar. Të Gëzuar. vetëm të mirë dhe sukses të atë. Që kemi tha në lodhe. Në lodhe në kapi në nxedhe në u desh kjo bjërë. I klenë se e përzion, shko me rebrume. Gati. Të të një sukses. Kapitana, të shqirë tjërën. Proces, Po të futë të tjera të hartë. Okej, nëse vetë më një. Së në të rrët i kranit. Ersat ja edhe, Që i hodhe të që? të gjitha ersat, koper, majdanos, Cilantro. koliandër, Cilantro. Cilantro. koliandërit e vinë, ka problem. Duhet si mbas krajinave kanë. Po e qash? Jetë pak gjalp, Gjallë për shajë? që gjatë, edhe gjalp, po gjalpin e jetën kur mbarojt dy. Në një lukë dhe në atë lukën atë. Jo është ajo gjisa pa krip që është shumë e mirë këtu. Do të dhe gjizëm vetë. Bëhet e vetë, po kemi marrë të gatshme. Po brumin a keni ba? Brumin ja kemi bërë, gjysmore para, brumi duhet përgatitur gjysmore ose në qerekore, si të kenë kohë ambisat. Duhet të ri, dhe me thënë të shlodhet ose të regjet. Dhe brenda brumit hidhet një kokërves, jetun, dhe është e mirë aty hidhet se e hap petën shumë mirë. Kush brumi, këtë thuash? A do na krijon problem që jemi këtu për jashtë edhe është i fije nxehtë apo jo? Problem për ne që do ta bëjmë. Apo do i hapim shpejt e shpejt petat? Jetim edhe një kokërves këtu brenda iqit, lakra, gjellës, si të doni e që. Jetim krip. Të vjetë pizën tjetër, që i Tjetër. Nuk e haptos këtu, se s'kam thënë. Mbjedhim dhe vaj. Si gjellë, si gjellë. Po të shishe është. Dhe sa shishe bërë. Shqyqyr që pas ka qenë. Shqyqyr që pas ka qenë shishe gjalpi kështu, gjalpi të shkrirë. Të shkrirë. Pas ka qenë. Vjeri që ka të gjalpin të na, gjalpin e shkrirë?
Byreku bëhet shumë mirë me këtë lloj gjalpi. Kemi gjetë këtë gjalpin që është kështu gjalp clarified butter. Ky është ndër gjalpet më të mira. Si kena pa thënë në Shqipëri të lynë. Ky është të lyni, clarified butter, 99.9%. Është absolutisht më i miri. Dhe këtë edhe mundesh me skuq, edhe mishin mundesh me skuq me këtë sepse nuk digjet. Ky është brojnë përgatitur më parë. Një këkërves, 2 lugë gjelle vaj brenda, ujë pak të vakët dhe jo shumë i fortë. Ne bëjmë kulaça si të doni, mund ta bëjnë ambisët. Unë e bëj me kulaç, kuleç. Pse ndavën gjys? Ajo është për poshtë, njëra pjesë, njëra për sipër, po. Do të punoj pak veç se kur rri më tepër është nxehtë dhe lëshohet brumi bëhet i butë. Okej. Ka që vogël i bone kulaçet? I bë këtu me radhë. Me sa peta bëhet ky? Mund t'jedhësh 7 poshtë, 6 sipër, një më pak duhet, ndoshta. Një më pak poshtë, një më pak lart. Një më shumë poshtë, mund ta bësh me 9, me 8 poshtë dhe një më pak sipër. Varet sa të trashe do byrekun. Po kjo e hapet, ka që vogël sa e ke boti, e hapet kjo për një tepsi? Hapet. Okej, seriozisht? Nuk kështu e bëj. Ne di çove vogël, në brum. E të ta rregullojmë atë. S'duat e ka marrë, di masën, domethënë. S'duat ja shtoj. Në ditë tjetër ç'a byreku tjetër ke për ta bërë? Do të bëj lakror. Si është lakrori? Pse ky s'është lakror? Ky çfarë është? Lakror që është me saç me 2 peta, një poshtë, me sipër që e ke ngrënë në atë shtelizë. Me 2 peta, Me dy peta. Po edhe këtu ja ke marrë dorën stufës ti që e përdor si saç. E përdor si saçëm ti. Ndes vetëm sipër, ë? Jo e ndes vetëm sipër, e pik të sipërmen në brojë. Pastaj Në qa e prek? E pjek sipër men? brojë quhet, si quhet. Ja atje lexoj unë se s'dim tepër. Ardi ta e lash pa bërë, po mos të ku e keni ta mbulojnë se nëse kore brumi. Po këto do i mbulosh apo këto s'ka nevojë? Ja, këto kam tonë me këto ndësh. Ja, tham do ta bëjmë Nuk fillojnë atën fejtët. Ku është tepsia? Jemi shpejt për tepsi. Pa do i bësh të? Nga 2 për herë, Sofika? 2 e 5, si... Këto, si që e gasniti të na. Në që ti e din, mirë. Tana e di. Po kam kujtu se japni një nga një këtore. Një nga një deri në një unë, po jap një nga një. Dhe po i lë pak këtu.
Se ti e di se unë kam qef të fotografit. E pse ju bë, Një sekund. përdoret një Qeshi qik. Ha? Brandës është shumë zet. Me të të gjithë. Nda si shkëm e bajmë gjysën tjetër mërëna. A kemi bat njëtën punë edhe mërëna. Që më të më përë. E bëjmë atje, shkëm e bëjmë.
Shumë të. Se merë këtë. Zakonisht del më bukur me fjalë, po kjo është lëshu nga që është koha e nxehtë edhe për jashtë Më se është më. lëshuar mos e vazhdojmë. Nëse kena ngarë me kënd me se jo, mëse vrit mendjen. Po për të ngrënë është shumë e mirë, po duket që kur nuk... Se i ka të tëra, brënda. Po... Ne duhem gjërat të bëjnë edhe të bukura. S'ka gjë, se i bukur është, mos kimere. Po të me edhe 100 tash apo e hedh marrën. Apo do hapësh tjerat. Ajo është për e poshtë, me këtë tash do ta shtoj një çik, ta bëj më të fortë. Kam pak petë. Ha, si po duket. Shumë mirë. Se ti do pish got vera, i got rakia. Si që ti e di që unë nuk pi, se ti si doktor ma ke ndaluar Kryet të të detyrës. pira. Për moshën nuk na bën mirë. Mos më ke ndaluar, zotë ne ka ndaluar dhe. Faj, është mirë këta ndalon, mosha tonë s'duhet pinë, s'duhet abuzojnë. Për çfarë shqetëson juve që Se thoni ta ju? lullë. Pjesën tjetër. Se nuk... Si Nuk nuk kapen ashtu si dua. Po e di unë atë punë se e ka, sepse unë jam regjisor, aktor, Kapat instrumentist. Që këtë marrë një. Si e the Sofi Gaza? po më duket... Po më duket... S'ka gjë se të bukurësisë. Ha? Po më ngjan vritje, se po më qetë. Si nuk se kur shkon, Pse kështu ka qenë zakon? kështu ka qenë zakon. Brezat e parë, ne. Kur shkon, të vinte vjerat gatuaje. Dhe kin e parë që do bëje byreku. Këtë e ka bërë dhe tana, pse? Ai Po ta kam- na zgjidhet paktën e pranoj. Po ta dhe na unë zgjidhet. si ja. Unë kam stuar vonë. Po kush mësoj vjera dhe ty? Unë kam qenë e kujdesshme që e shikonja vlerë dhe më thosha mësoni. Të dyja ishim kunatat bashkë në një... Ne kemi qenë më të edukuara në këtë drejtim, dëgjoni. Dhe kush kishte dëshirë të mësonte, rinte mbi kokë dhe mësonte. Dhe unë kam filluar të gatuaj kur jam ndarë nga vlera, s'ka qef ta përdor fjalës, se s'më pëlqen, po ka mamaja e burit. Dhe ajo ka qenë shumë një kaqire. Dhe unë kam sfar shumë gjërë, se në shtëpia ime kam ikur shumë e vogël. Sa vjeç e ke? Ka i shkollën e mesme kam bërë profesionale në Korç. Ja, dhe asaj shkollën e lartë e kam marrë shumë. Në atë kohë i theshim korrespondencë, part-time që Me thonë. Kështu quhesh. Ja, me korrespondencë. Po. Po ne i thonë part-time, e ndryshojnë termën se një E ku e ka të bësh shkollën?
Qa ishte? Shkollë e Larta pastaj? lartë, shkollë e lartë kishte Korçë. Kishte që në të kohë. A banën Korç? E bëran Korçë. Se ne kemi qenë të mirë në mësime dhe nuk na doli. Nuk na doli e drejt e studimit se ish vllai i madh në shkollë të lartë dhe unë s'duhet shkoja. Ashtu ishte regjimi. Mbas me shkoj dhe vllai i vogël. Dhe ai s'duhet shkonte, po shkollën e mesme nuk na la babai pa shkollë, se ishte shumë arsimdashës. Dhe na dërgoi të treve. Po pastaj shkollën e lartë për çfarë bane? Për biologji, prandaj di unë shumë gjëra nga kjo agronomia. Nga kjo agronomia e botanike. Dhe e di shumë. Edhe nga biologji, po atje përmbledhet bimët kafshën njerëzit dhe anatominë e kemi bërë në këtë degën mjekësisë, domethënë, në vjetë për shumë. E në përgjithshme të gjithë. Përshëndetje, si ja kalove? Që se po të edhe sekretari gruas, kështu se prisja. Të kam vu në video, je në video live këtu me i fjalë, se do ta regjistroj pastaj edhe jam këtu me Sofikën duke gatu, po bëjmë byrek. Po bëjmë byrek. Okej. Ja, për atë të mora, se ta shok ja rrisësh tensioni 20 në natikës. Aty është, po e kam mësu tash, ja kam me fjalë ato sekondat e para i kishte të fshira ndërsa tash i po Do flet ta pa. dëgjosh atë shprehjen që kam thënë, e di si po më duket. Tani është për kështu për film. Tash është para kamerës se nuk e kam ma problem hiç me i fjalë, edhe flet e bëjmë. Jo më çer. Nuk dua para kameras, Anisa, se ti e Nuk do di para kamerës. si jeni, mi put fëmijët. Hajde më pafshim. Fala, ciao, bye. Se s'kam kohë të merrem. Ata që bëjnë pizza, ja kështu japën në pejtë të arti. Të gjithë ta bëjtë edhe. E bëjnë si me E ato dorës ato. e bëjnë edhe ashtu, po është mëlçojse dhe atë e bëjnë. Pjesën më të madhe të petëve ashtu. Kur ta bëjmë nga mbrëna. Kur ta bëjmë njërë brenda, do ta bëjmë dhe ashtu dhe me jastëk. Dhe hapem 5 petë për njerësh kështu. Dim. Brumrat unë i gatuaj mirë, po si Liza, në ata nuk ka. Liza e bën më mirë? Liza, po këto brumrat, po unë nga që si kam patur shumë qef për të ngrënë, i kam bërë më rallë. Po tani, kam mësuar. Sa se s'ka asgjë të keqe. Tash kur them unë që më bëjnë dëm byrekët me fjalë, pse vazhdon e bën Po prapë? nuk bëj arti, ku kemi bërë? Ne vetëm për miq kemi bërë. Ne s'kemi miell në shtëpi. Si mos kemi miell në shtëpi një thes. Ha? Po s'kemi se smerti për këtë punë. Përgatitet byreku me Kur ta dëgjoj të. Seta kastilet ha? bakon shumë keq, po nëse e sinqerte që jam, Kur do t'ja hedhësh atë? do t'ja edh, tana duhet vitesh këtu. Ja, edhe këtë kam. Edhe këtë petë ke, pastaj do i hapësh gjitha? Ja, edhe pak, se nxitoj për këtë punë. Mirdita miq me rastin e fjesës sultan.
Ja po lexoj këto komentet, Erisa Mollaj këtu më thotë gëzuar shëndetet bereqet të ne thot në Bilisht, gjyshi therte gjithmonë një gjel ose pule dhe na vinte në ball një pikë gjaku për në vruz. A mon mend se fik këtë tradita për le që ti Jo, nuk ne të krishterët nuk e bënim këtë. Atje di si do thëmë, Amerika pas ka bërë muslimane këtë sot. si e bëti dysh. Patjetër, i pari do jetashua. Ku e lartë, do thot. Kot nuk erdhe kësaj radhe në xhami. Po edhe ju më duhet. Pse? Qa të keqet ka? A shkojë në kish për shkak? Asja s'ka, asja. Unë në Zot besoj. Po këto ritualet s'kam ndjekur shumë. Që me të drejtë. Klaro të në kjetë brenda të një. Në nëse dhe do të bëjmë, ta shikojnë si vendoset. Në fakt më mendoja se do të ishte më e thatë, po këtu ka dalë më e njom, ka dalë është lëshur. Po dëgjo, atë lyrën që e bëj unë kështu, brenda ngrin dhe bëhet një masë, do me të bëhet krokante gati, edhe hapet shumë shpejt peta. Kjo prandaj të gjithë ku jetëm më shumë. Një shesë, po jetë vetëm se gjitet edhe më prishet peta. Pak se më duhet kjo tani të bëjt, po ne mund të shikosh. Pak kështu, po e ka kjo lirë, po e ngacmojnë shumë. Qëtë është sa shisi, akoma s'është të përlirë. Në gjithë të lyre kërë ta shumë e mirë se është shumë e shishme. Në që. Kjo pazia është shumë e mirë këtë. Njëra nga këto ishte pazia dhe e bella gjithë. Ne I themi nen. Cilat janë ato ushqimet më të zakonshme si gatuni? Ju keni një lakrore me 2 petë? Ne kemi lakrorin me 2 petë. Ta na më verë sopën. Lakrorin me 2 petë. Dhe byrekun. Po bëjmë edhe këta, që I bën këto të misrit I bën Liza shumë të mirë, ose për byreku nuk ka ndonjë ndryshim, Liza tonë, natën. Dhe bën këto të misrit. Dhe këtë që I thon fli, ne I themi dhallanik. Po I bëjmë këtë me miell gruri, po bëhet dhe me miell misri. Dhallanik që e hini kështu edhe të lopshme edhe piqni pet mas pete? Po, është flia, krejt flia. Krejt si flia, vetëm si I thoni dhallanik? Ju e bëni me ju. Krajina të ndryshme bëjnë kështu me edhe si me forma, të si qete si për që. Po është e njëjta. Ne mund ta bëjmë një ditë me pak petë, ta pjekim këtu në se na lejon njëri të Po e çon atë. Po vënë këtu.
A do me ku petën? Petën. Hapet sa petën këtë. Ja këto janë, këto të misrit e këto. Në këto petullat ne kemi disa llojesh që bëjmë atje. Bëjmë fëmijë për në. Bana shpjegoj një këtë. Ma vore sopën? Tana? Tana? Kemi soba. Pse se? Do e fusësh lekun? Da fus lekun kurit. Se më të rregulloj. Perën 450 njerë. Po futi lekun se vinë, që përna ikë. Pa një kardi durovë, se do t'a lënë një vend po prit se më ngjiten këto dhe se nuk është brumi fort. Po e vure ta në. A do e mshjellësh me letër? Ja, mbështire mire këtë. E dhe gjithat letër. Në dysh për do të letër. Dysh letër, ose do të letër është Letra është me qëllim që mos jetë direkt në lekë. që mos jetë direkt, ky është leku, edhe e mshtjellim. Këput e bëllë. Ky është leku me fjalë, edhe do e mshtjellim një çik me letër këtu, ha? Me 2 herë. Bëllë këput e letër. Dhe lekë në në cefi. Okej. Po të nisë njerë vesh që e vuri hardi dhe ta gjej hardi se... Do tash që një të rrotullume bëj se maj me më. Një të rrotulluar se... Një bërë këto anët, unë anët... Kam njëra të ndryshme, po... Unë nuk i dua të trasha. Anët e disit e mine ardhja ndith. Jo femra, me tha femra. Femrat. Femra. Femrat. Apo femrat. Me tha femrat i themin. Po ku ka të bu? E po e oqon që kësi ishte si shumë. Vena djeta i cepi tjetër. Se ka bërë. Sukjes ma tregoje pastaj ku mu martove? Mas u marrove shkollën e lartë apo para se me marrë shkollën e lartë? Shkollën e mesme të lartën e kam mbaruar kështu. Ke qenë e martuar pastaj? Kam qenë edhe me Edin. Okej. E kam marrë kështu nga dal. Po... Kemi përdasin një të më thërë. Ku punove mos shkollës lartë? Kam punuar, në kam caktuar në fshatrat e Librazhit në Prenjës, në një qafthana, aty është fshati i parë, quhet Urak, i dyti Kotodesh. Sa s'bret qaftanës, Po, e diu në të Dhe ato disa të mira ishin edhe fshatrat, dhe fshati ishin vetëm vajza. E sa punove aty? Një vit se u fejova. Dhe E pastaj të hapën vend mësuese në Bilisht, më Bilisht. shuar. Dhe u linda të isha në Bilisht. Po janë e saktuan nga Bilisht, e saktuan meteorologjinë në Elbasan. Dhe unë nuk rinja ato në Bilisht. Pa janë, më dhanë shpi. Dhe shpi, mori janë atje. Po, s'ishte një vetë. Se Bilisht, se kisha që fare në qytet. Shumë një të shkoj të prindrit, edhe shko se sakrifikonja me isha me punë Bilisht, shkonja me biciklet, noqisht, jep një gjitanës dhe kthesha pra për 20 minuta që duhet. Jo, maja. Pushimin.
Në Tbilisi në çish? Nga Tbilisi. Pushin të madh, shkosh me biçikletë? Dhe me biçikletë që s'ishte edhe mirë që t'i jep një tash më tolerojnë që këto shoqet edhe më mbanin fëmijët, po ja kjo ishte sakrificë. Wow, tash se bojnë për i rrugë, nërsa Tash që i nuk e- bë 2 herë në ditë. Unë kur isha shtazan sa herë shkonja në këmbë bilisht to qishtë se s'kish makina. Dhe me vubra me bicikletë në Janit, që ishte ditja bicikletës mirë, po jo këtyre që janë femra, kështu, vogla për Po femra. ishte bicikletë burra që madhe. Burash edhe me atë, me një shoqe tjetër. Shkonim, ajo kjo është. Ja, këto janë sakrifica. E tonë sot tonë, kemi qenë në Brez. Po sa thash që unë dua të shkoj në fshat, në Oqisht, që të nesër me në qunë. Po sigurisht që lërove pozicionin. Se Tash do e fusim në furrë, do e pjekim, tani, cila është ideja tash? po e, tani, e ka vënë furën 450, do ta lë një qiklartë atë starën. Ja, Se bëhet që bëhet shpejt. E vëmë 400 gradë pastaj. Dhe sa minuta do e lësh? 20 minuta, e shikoj dhe njerë, varet edhe nga soda, po e shikoj me sy. Po 20 minuta i do. Mas bavo duhet edhe i fije. Në të lëmë dhe pak, është Ha? bërë. Në të lëmë dhe pak Do lësh edhe pak. Ha, nuk ishte bota më? E të dhe, se ka të branda ka goxha Hiç. gjellë, iq. Që mas bëjmë ashtu si përshesh. Lënë edhe herë se vik. Se është të bësh. Edhe kam një dëshirë, ose ka e do pak kështu që me sot. Të ri pak. Që do me thënë në 12 copa, jo me do të ndajmë si picën arti. Kështu. Edhe 12 copa me gjithë shpinë bëhen 12. Okej. Si Sa me precizion e ka. Fillo. Po pse s'e ndan me thikë? se ndajt një mënyrë. Është gërshera vetëm për këtë punë. Edhe s'mundesh me i thonë asnjë gjë se Katër, gjashtë, 8 vetë bëhen. 8 duhet bëhen. tet pra. Gjitha ato që i ndajnë dalë mes.
Sofika, pse se shohë deri në fund, edhe do i bish nga kënej. Do t'i bje këtë se i shumë e butat që më prisht. Besete. Ja, e mbadhe. Tana, bëni edhe ledret. Atëherë neve gjithë ato njerëzit që kemi dëshirë për ta nda lekun e fatit, nuk as i kemi këtu sot. Me fjalë, Denisi nuk është këtu, Garta nuk është këtu, dona me fut për mamin e për babin, kështu që po presim që do i vendosim gjitha këto pjesët, siç janë da, nga i pjesë 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Do i vendosim një për Çunin, një për Gocën, një për mu, një për Tanën, një për Sofikën, një për mamin, një për babin, edhe një për shtëpinë. Okej, atëherë paka shumë kjo ishte, edhe Tana i ka përgatit letrat, edhe ja vend gjithave në i cop letër, edhe pastaj kur t'i hajmë, t'i hajmë. Ke zënë vjësë. Se i kam kështu. Po, shku. Hadi gëzuar. Gëzuar. Gëzuar në moj për në farë. Gëzuar që nduar. Rëmbër, që nduar. Edhe mendjes kreative që këti ardi. Si të shkruan të ajo, apo karismatik. Bëndan. Ka dalë shumë i mirë. Jam shënduar.